Tokte me kryeministrin e tashëm. Kam. E ftojmë skenë kryeministrin Hashim Thaçi, versionin tonë. Allah hile, zotri Qeku, a kishe pas qef edhe herë mu bo kryeministër? Po, vëlla, kisha pas. Sa ta baba këtu? Sa ta baba këtu, s'ta ka kit vomin. Respekt edhe herë për zotri Qekun. Respekt. Maj ma thënë. Çka kote? Kur gjo? Vadon, unë jam bo nervoz. Pse? Jam bo nervoz me Macedonin, që tash e ka bo një maqinë shkrimit e ja ka nis kishe po shkruj enciklopedi për shqiptar. Ata mas pari abetare për veti s'kan e kishe po na shkrujnë enciklopedi. Kështu që unë Macedonis me njerë ja ktheva replay në mënyrën time elektronike dhe gojore. Ngani të nderuar selak, ju që na keni quajtur arracak. Fjala Macedoni do të thot ata që mojnë vli, kështu që ju e keni prej ardhen prej postoqis vlis. Këqone njëherë flamurin që ju ka bo si ventilator, po jo frymë të naun, s'po ja u mon. Atëherë, kryeministra na tregoni pse kanë shkruar këtë enciklopedi Macedonia? Po, unë jam historian dhe duat flas pak për shtrinjerjen gjeografike të Macedonisë. Macedonia shtrinjet sa ka jargonin në jug. Në jug kufizohet me jastakun, në veri kufizohet me qarshafin, ka dalje në WC, pra, në Serbi. Pra, jo, me kont mirë nuk e keshi pas në perëndim Shqipërinë, ana në perëndim e kemi krejt diasporën, po na nimoj na knaqen me pare. Bile unë i thash Jakupit, Jakup, tregona pak për periodën tonë, thash shka i na kona, tha i na kon opozit, thash jo Jakup na personalisht, por na shqiptarët, tha po, na shqiptarët janë kon rasat i hilerëve, hanedan jem ilir, korab, shaqir. Kurse, Macedonia janë si fara e hithav, ka mos bin, do që atje, po bin besa dhe në Greqi. Macedonas, edhe ju jeni i lirë, po ju jeni i lirë prej nonës, e na jemi prej babes. Po, pse ka shkruar Macedonia këtë enciklopedi? Po, Macedonis ju ka rrit menja se ka shti ujt mrena. A, Shqipëria bojlerin tërë se ka, edhe s'po fryt, edhe Agim Qeku o don Parti Socialiste Demokratike, i shola mërzët në vëtin edhe në Parti Demokratike të Kosovës. Macedoni, kështu nuk mohat shteti, ma mirë, shajeni. Ju mas pari emën të qiknis nuk keni elema dhe burrit, hitse, heq. Macedonasit kur njerit mirë s'kan pas. Gjithmonë kanë rrenë gjyks në shpinë në Nënës Terez, thëshin ashtë e jonja. Hamomin, Nëna Terez është e aeroportit. Pse s'na shajshi, s'na fyshi, s'na një lasshi në kojnë e Skënderbet. O, t'jau kësh shukalin, ju kësh një, këtë pat këtë qaf, jau kësh lon. Macedonia, edhe na i dit ka me thonë se edhe Obama, edhe Mandela janë tonë, ata të Shqipnis janë e lemat Macedonisë. Mira, do të ketë ndryshim në marrëdhëniet mes dy shteteve? Jo, nuk do të ketë ndryshime. S'besoj se kur s'do të rregullojnë të ndryshimin mes Macedonisë dhe mire. Le tana, pas presidentin Fatmir Sejdiu, nuk ma thirrën ne inaugurimin e presidentit tyne, he mos ma gëzofshin atë president. U do bre Fatmirin me thirr, i madhi, i joni, i madhe i vogël që ato tjetër s'kem. Hajde, ne gjatë dacin, se kanë thirr, ashtë i datë, po Fatmirin mos ma thirr, unë e kësha thirr, agim. Unë e kësha thirr. Edhe, qatë pamarësi diqyshti, na vanun shumë, thëshin, ja sot, ja nesër, ja s'janë burrat këtu sonte e nesër ja bim. Por, Macedonas, edhe pamarësin, hajde, kur dani tërhekni? Qashtu, qyshnak një dho, kërë kur se ka prek, qasisit jujat kem bët, nesër pa colli, që 3 vjenësit jujat. S'kesh fa Jakupi se thojke, emni ju arruft, e që, fjala Jakupit në vesh, grekut.
Zoti General, a jeni inkuadruar në këtë majfetin e fundit me enciklopedi? Po, gjithë në ka prek një gjatë tillë, Kosova, intelektualët e Kosovës, politikanë, institucionet ka dhënë përgjigjen e vet. Mendoj se kjo reagim ka shkuar në vesh të Maqedonëve. Mendoj se e kanë pa gabimin që e kanë bërë dhe e kanë pa pasojat që mund t'i ketë një gjatë tillë që mos tërheqet apo përmirësohet. Lojna të vështira bëhen, po qëtoj ka politika. Përmendni Partinë Social-Demokrate, tash jeni, do të thotë, prej momentit që keni kalu me të vërtetën politik, masi dorëzut postin e kryeministrit, nuk pranut me qenë pjesë AK-s, po thatë do ta marrë një parti, ose do ta kryej vet, ose do ta udhëheqë vet, një parti të gatshme. Pse Partinë Social-Demokrate? Sepse Partia Social-Demokrate është parti e ka hershme, me qindra vite. Social-demokracia në Evropë ekziston në ndërparat dhe ka ndërtu shtetet më suksesshme në Evropë. Ka lind në Skandinavi, dhe këshyri shtetet skandinave, Zvicrën, Gjermaninë, shumë vende tjera të Evropës. Social-demokracia është një projekt i shnosh, një program që i përshtatet Kosovës, që tiparet parimit të social-demokracisë janë po të njëjtat tipare që identifikohet kombi jonë me to. Solidariteti, bujaria, toleranca, respekti për tjetrin, për dobtin, edhe është vërtet një program politik. Pa kesh kuptim, po parti tjera nuk kanë, janë parti që i sheh vetëm Kosovë, apo i gjon vetëm Kosovë, me emërtime të tilla që nuk janë të njohura për botë, nuk përfaqësojnë kur gjojnë partit liderëve më shumë se sa parti e programit. Social-demokracia, dihet çka është social-demokracia. Po nashta na jemi alo popull që votojmë me inferioritet, do të thotë votojmë për liderin. Po ka qenë deri tash kështu, po ne duhet të ndryshojmë disa gjëra, duhet të ecim, domethënë demokracia në Kosovë është relativisht e re dhe ne duhet të punojmë në drejtim. Lideri, ne gabojmë kështu shumë se lider është ai, edhe mund kanë lësu sa kanë qenë kryeministër, liderët mundohen që t'ja bojnë qefin popullit, edhe popullit ju do të rëkas, apo që atëherë populli e drejton liderin. Lideri është i thirrur që ta drejtoj popullit, dhe të merë vendime që ta udhëheqë popullin. Ajo veproj vetëm ajo që ka i pëlqen qytetarëve. Për historisë tonë që i kem pas, domethënë edhe vujtjeve që i kem pas si popull, veçanërisht këtu në Kosovë, populli shqiptar veçanërisht në Kosovë, është do të thotë që fjala socialiste tingëllon keq. Dhe po më duket që jam tu e demonizu këtë fjalë socialiste apo social, çka do që të thotë ta janë social, ta janë të majtë këta. Gjitha partitë po kanë qef me qenë djatha. A faktikisht ka shohim na mirën me çështje sociale. Edhe pse deklarohen të djatha mirën me çështje sociale. Po nuk e kuptojnë këtë socialiste diçka tjetër, social-demokratë diçka tjetër. Dhe ne ndarja, shumë kush e këtë kupton, ndarjen majtën në djatën e bën në vijat e patriotizmit, apo në vija shkak të nacionalizmit e tjerë. Kjo është ndarje tipike, është ekonomike. Ndarjen në qasjes ndaj njerit. Social-demokracia e ka në mendje, në fokus, e ka njerin. Kurse partitë e djatha e kanë parën. Partitë e djatha synojnë ndërtimin e një elite në shoqëni. Elite ekonomike, elite politike. Mirë, eliten e kanë ndërtu, mirë boll. Po, a social-demokracia edhe synojnë ndërtimin e shtresës mesme. Në shtresët mesme qytetarëve, kur dominon shtresa e mesme qytetarëve. Dhe këtu dallimi është këtu. Ne kemi të majta, partitë majta që kanë qenë shumë nacionaliste. Partia Socialiste ka pasur Miloševići në aspektin, për kuptimin e tij, ai ka qenë më nacionalist sa i ku mund të qenë. Thonë ka qenë shumë i djathtë. Po them. Ultranacionalist. Kështu që gabohet, si thotë dikush, ne jemi parti për social-demokratë, për demokraci po si po, por kjo demokraci duhet me qenë sociale, mi pas komponentën sociale. Shteti më kujdes për më dobët të shoqërisë, për më plesht të shoqërisë, për pensionistat, për smutit, për punëtorin. Në social-demokracia, punëtorin e trajton si punëtor. Partitë e djatha, punëtorin e trajtojnë si shërptor. Se kanë fillimisht qyrin që shme bo pare, biznisi ty në e bo pare. A njerin, as nuk i ofrojnë sigurin punë, as garanca në punë, vend pune, as sigurin pensional.